Komenti I fjalëve të urta. Të dashur më Krishtin, sot lexojmë nga libri I fjalëve të urta, kapitulli 3, vargu 1 deri në vargun 19. Vargu 1 thot: Biri im, mos haro mësimet e mia dhe zemra jote le të ruaj urdhërimet e mia. Pra, ashtu si prindit e mirë dhe të përgjegjshëm kujdesen për të mësuar fëmijët e tyre, edhe dituria dëshiron që të mësojë fëmijët e saj. Dituria e Solomonit, e kemi thënë dhe në emisione të tjera, është një ikon, simbol I urtësisë dhe diturisë Perëndis, dhe ky është Zoti Krisht, dhe ai quhet ati I jetës së pritshme. Dhe Zoti Jezu Krisht kërkon të mësojë çdo besimtar si fëmijën e vet me urtësinë dhe diturinë e tij. Dhe këto mësime nuk janë thjesht në rrafshin intelektual, por zbresin në zemrën e njerëzit. Dhe aq më tepër shikojmë që kjo dituri gjendet në Shkrimin e Shenjtë. Sa herë që ne hapim Shkrimin e Shenjtë, është vetë Zoti Krisht që është duke na folur. Siç thash, jo vetëm për të dhënë përgjigje pyetjeve ndryshme për të kënaqur mendjen, por kjo dituri e Perëndis bëhet jetike, pra shkon në zemrat tona dhe frymëzon gjithë ndjenjat dhe gjithë fuqitë e shpirtit tonë, pra ndryshon dhe transformon gjithë jetën. Vargu 2 thot: sepse do të shtohen ditë të gjata, vite jete edhe paqe. Në përgjithësi, ata fëmijë të cilët janë në përkujdesjen prindërore jetojnë më gjatë sepse kanë shëndet më të mirë, nga që prindit përkujdesen për ushqimin, veshin, strehimin. Kurse ata që hedhin poshtë disiplinën prindërore, I ndjedhin vetes tyre sëmundje, aksidente, tragjedi dhe vdekje të parakoshme. Dhe ne këtë shikojmë rëndom se si të ri, të cilët largohen nga shtëpia dhe bëhen pjesë e rrugës, ata bëhen viktimat e veseve tyre, e narkotikut, prostitucionit dhe jo vetëm smuren, por kanë dhe një vdekje të parakoshme. Biblia na mëson se një mendje e cila pranon diturinë e Perëndis çon në jetë të gjatë, sepse jo vetëm kënaqet mendja e njeriu, por siç dëgjuam, këto mësime të Perëndis që kalojnë nga mendja në zemër, kënaqin ose përmbushin edhe botën shpirtërore të njeriu. Dhe kjo reflektohet edhe në gjendjen fizike. Pra, njerëzit të cilët ecin në rrugën e Perëndis kanë një shëndet jo vetëm mendor, por edhe shpirtëror dhe trupor. Kurse në të kundërtën, njerëzit të cilët kanë bërë mëkate, vetë dërgjegja që është zëri I Perëndis brenda tyre I akuzon për mëkat dhe vetë ata janë në një gjendje stresante për të keqen që kanë bërë si kundër Zotit dhe kundër të afërmit. Kjo gjendje stresante krijon neuroza dhe këto neuroza krijojnë pastaj jo vetëm një sëmundje mendore, por edhe një hidhërim, dëshpërim shpirtëror, por kjo reflektohet edhe në shëndetin e trupit të tyre. Prandaj, duke qenë se njeriu është një qenie psikosomatike, këto gjëra janë të lidhura shumë ngushtë me njëra tjetrën. Pra, si mendja, zemra, pra shpirti edhe vetë trupi. Prandaj dhe fjalët e urta na thonë do të shtohen ditë të gjata, vite jete edhe paqe. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ditë të gjata në kuptimin e viteve, por flasim edhe vite ose jetë me kualitet, me kuptim. Vargu 3 thot: mirësia dhe vërteta mos lënçin kur, lidhi rreth qafës, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Mirësia dhe vërteta janë veprime që shfaqen nga jashtë. Pra, këto duhet I lidhesh rreth qafës ashtu si lidhet një gjerdan që e shikojnë tjerët, kështu edhe këto mirësia dhe vërteta, të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën, duhet shfaqen jashtë. Pra, ajo çfarë neve mësojmë dhe kemi në zemrën, pra në botën tonë shpirtërore, duhet ta shfaqim jashtë me mirësi dhe me të vërtetë. Pra, nuk mund të kemi mirësi pa të vërtetë dhe nuk mund të kemi të vërtetë pa mirësi. Të dyja këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe shkruaj mbi tabelat e zemrës sate. Pra, ashtu siç ishin të shkruara në 2 pllaka guri 10 porositë e Perëndis që gjithmonë Izraelit I kishte parasysh, edhe mësimet e Zotit Jezu Krisht nuk janë shkruar tani më në rasa guri, por hiri I Shpirtit Shenjtë I ka shkruar në zemrat tona. Dhe ne njoftohemi nga vetë zemra jonë, sepse aty banon hiri I Shpirtit Shenjtë për të bërë atë që është e mirë dhe e vërtet. Vargu 4 thot: do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë Perëndis dhe të njerëzve. Pra, kur flasim me mirësi dhe me të vërtet,
ne gjejmë hir dhe arsye vetëm syt Perëndis, i cili pëlqen dhe i bekon veprat tona, por dhe në syt njerëzve. Vetë Zoti tha për të krishterët, kur njerëzit shikojnë veprat tuaja të mira, do të lavdërojnë Perëndin. Pra, njerëzit duke parë veprat e mira të krishterëve me mirësi dhe me besim, jo vetëm i pranojnë të krishterët, por arsyetojnë dhe besimin e tyre, dhe nëpërmjet tyre ata besojnë në Perëndin. Vargu 5 thot: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd." Ajo çfarë na kërkohet është besimi tek Zoti, jo thjesht në anën mendore intelektuale, por me gjithë zemër, pra me gjithë ndjenjat, dëshirat, vullnetin ton. Gjithë qenia jonë njerëzore, mendje, shpirt dhe trup duhet t'i nështrohet Zotit. Ne duhet i besojmë atij jo vetëm për shpëtimin e shpirtrave dhe jetëve tonë, por edhe për drejtimin e jetëve tona. Dhe ky duhet jetë një besim total, prandaj dhe thot atje mos u mbështet në gjykimin tënd. Ajo që na kërkohet tjetër përveç besimit është mos besimi i shëndetshëm në veten tonë. Kur themi mos besimi i shëndetshëm në veten tonë, ne duhet kuptojmë se tek njeriu ka 3 mendime dhe 3 dëshira ose 3 frymëzime. I pari vjen nga djalli, i dyti vjen nga vetë njeriu dhe i treti vjen nga Zoti. Dhe Zoti pranon vetëm mendimin, frymëzimin e tij, sepse vetëm ky është mendimi i drejtë, i saktë dhe i vërtetë. Prandaj edhe neve duhet t'i besojmë Zotit. Ti besosh Zotin nuk thot se Zoti ekziston. Duhet t'i nështrohesh vullnetit Zotit, pra duhet zbatosh porositë e Zotit. Vetëm atëre ti ke sukses. Vetë profeti Jeremia thot: "O Zot, unë e di që rruga e njeriu nuk varet nga fuqia e tij, dhe njeriu që ecën nuk ka fuqi të drejtojë hapat e tij." Vargu 6 thot: "Pranoj në gjithë rrugët e tua dhe ai do drejtojë shtigjet e tua." Pra, ne jo vetëm duhet besojmë në atë çfarë thot Zoti, por edhe duhet ta bëjmë atë zotrinë e jetës sonë. Pranojmë atë në gjithë rrugët tona, që do të thotë çdo fushë e jetës sonë duhet jetë në kontrollin e tij. Ne nuk duhet kryejmë vullnetin ton, por duhet kemi vetë një dëshirë të pastër për të njohur dhe bërë vullnetin e tij dhe për ta bërë atë. Dhe kush është rezultati? Dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Do me thënë, në qoftë se plotësojnë këto kushte, Perëndia drejton shtigjet dhe ai këtë mund ta bëjë me anë të Biblës, me anë të këshillave që na japin etrit shpirtëror, me anë të një predikimi dhe kushteve dhe rrethanave të ndryshme. Të dashur më Krishtin, të gjithë neve udhtojmë në këtë jetë dhe problemi është se çfarë rrugë kemi ndjekur. Vetë Zoti tha që janë 2 rrugë. Një është e ngushtë dhe përpjet, që të shon në jetë, por shumë të dëshirojnë dhe pak do arrin, dhe një është një rrugë e gjerë e të atpjet që shumë ecin atje dhe atë shon në humbje. Problemi është se çfarë shtegu jete kemi zgjedhur për të ndjekur. Dhe në qoftë se ne do besojmë në arsyetimin tonë, në gjykimin tonë, patjetër kemi zgjedhur një rrugë të gabuar. Po në të kundërtën, siç dëgjuam të fjalë të urta, në qoftë se ne besojmë tek Zoti dhe pranojmë atë zotrinë e jetës sonë, ai do na drejtojë shtigjet e jetës sonë në një shteg të sigurt dhe me një përfundim të lumtur dhe të bekuar. Vargu 7 thot: "Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu, ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja." Pra, në këtë varg na thuhet që shlirohemi nga egoizmi dhe krenaria që shfaqet me kokforci, dhe kjo kokforci bëhet shpeshherë pengesë për mos njohur dhe parë vullnetin e Zotit në jetën tonë. Pra jemi si ata të verbrit që udhëheqin të verbrit dhe të dy bien në grop. Por nëse kemi frikë nga Zoti dhe heqim dorë nga e keqja, kjo bën një lëvizje pozitive në jetën tonë dhe këtë na i thot vargu 8. Dhe kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Pra, nëse ne kemi frikë nga Zoti, pra kemi frikë nga gjykimi i drejtë i tij dhe heqim dorë nga e keqja, me anë të pendimit dhe rrëfimit, kjo sjell jo vetëm një qetësi mendore, shpirtërore, pra njeriu shlirohet nga ajo neuroz, stres që vjen për shkak të mëkatit, por kjo reflektohet edhe në kockat e tij, pra reflektohet edhe në trupin e tij. Njeriu është një qenie psikosomatike dhe çdo gjë që ndodh në rrafshin mendor shpirtëror reflektohet dhe ka ndikim në rrafshin trupor, pra në shëndetin e trupit. Është vlerësuar se frika, brenga, zilia, zemërimi, urrejtja, faji dhe çdo shqetësim tjetër që vjen nga ana emocionale ka një ndikim të madh, gati 60% në sëmundjet e trupit. Aq më tepër shikojmë që në kohën e sotme ku njerëzit janë larguar nga Perëndia, pra nuk ka frikë Perëndie dhe nuk largohen nga e keqja, sa shumë janë shtuar këto sëmundje që e kanë shkakun tek stresi. Dhe këtu flasim për
sëmundjet e zemrës, për sëmundjet e prishjes gjakut, por dhe sëmundje tjera që janë sëmundje vdekjeprurse, që është kanceri ose diçka tjetër. Fillesa e këtyre sëmundjeve edhe sipas mjekësisë vjen nga një neuroz ose vjen nga një stres dhe nga një hidhërim. Pra, vjen për shkak të gjendjes mëkatare, nga që njerëzit duan t'i mbajnë vetë barrat e mëkatit dhe nuk duan t'i çojnë ato tek Zoti i cili thotë "Ne mani mua barrën", atëherë ky stres, kjo neuroz që tham mendore shpirtërore, kthehet në sëmundje trupore. Por vazhdojmë të lexojmë më poshtë. Vargu 9 thotë: "Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhure që ke." Një mënyrë me cilën ne mund të nderojmë Zotrin, pra Zotin ton Jezu Krisht, është me përdorimin e pasurisë sonë. Gjithçka që ne kemi nuk është edhe e jona, ajo i përket atij, sepse si thuhet i Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. Por ne jemi kujdestar, jemi menaxher të pasurisë, të cilët mund të kemi trashëguar dhe të fituar. Dhe këtë pasuri ne nuk mund ta mbajmë vetëm për vete, por këtë pasuri e para ne duhet ta hemi për lavdinë e Perëndisë. Dhe kur flasim për lavdinë e Perëndisë, atë mund ta çojmë në kish, në institucion, për ndërtuar një kish, për të mbajtur institucionin, për të përhapur lajmin e mirë, ose edhe për ndihmuar të tjerët në emër të Zotit. Sepse Zoti tha, çdo gjë që ja u keni bërë këtyre më të vegjëlve, ma keni bërë mua. Dhe me prodhimet e para të çdo të ardhure që ke. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë në këtë fjalë të urtë, sepse neve prodhimet e para që marrim, dhe këtu flasim për prodhimet e para nga ana bujqësore, nga frutikultura dhe nga çdo gjë tjetër, neve duhet mësojmë që t'ia afrojmë Zotit. Në jetën e Shën Paisit, një shenjë i shpallur tani nga kisha, na tregohet se ai kur vilte ato ullinë që kishte rreth qelisë vet, i merrte disa nga ata ullinë e pjekur, i shtypte, nxirrte vaj dhe me atë vajin e parë ai ndiste kandilin, pra i afronte Zotit. Të dashur më Krishtin, edhe ne duhet të mësohemi që nga prodhimet që marrim, gjën e parë t'i afrojmë Zotit. Pra, ose mund ta japim si një prodhim, ose dhe mund ta kthejmë në vlerë monetare dhe ta çojmë në kish. Çfarë të mirë ka kjo? Këtë na i thot vargu 10. Hambarët e tu të gruajt do të jenë plotë për plot dhe vozat e tua do të gufojnë me musht. Në kohën e Solomonit, që u shkruajtën këto fjalë të urta, judeut bujar, i cili afronte prodhimet e para tek Zoti, ishin premtuar hambarët plot për plot me grur dhe vozat plot me musht. Por për neve ka një kuptim shpirtëror, pra ne nuk e shikojmë bekimin e Zotit vetëm në anën e pasurisë, por sidomos nga atë pasuri shpirtërore të hirit që na viziton. Por kjo nuk e përjashton edhe mirëqenien tonë. Prandaj, të dashur më Krishtin, nëse ne duam në një farë mënyrë të rregullojmë dhe problemet tona ekonomike, duhet të mësojmë që nga ajo e pakta që kemi duhet ta ndajmë me të tjerët dhe atë prodhimin e parë duhet t'i afrojmë Zotit dhe kishës. Atëre gjërat bekohen, shtohen dhe shumohen. Kjo ka qenë dhe traditë në kishën tonë ortodokse dhe është dhe një ditë e veçantë ku neve më datën 6 gusht çojmë në kish prodhimet e para, që është prodhimi i rushit ose të frutave, që ato të bekohen. Të gjitha këto tradita kanë ardhur pra nga mësimi i shkrimit të shenjtë. Por këto nuk duhen mbetur vetëm thjesht në rrafshin e traditave dhe të festave, por duhet të jenë dhe një praktik për të ndihmuar, siç tham, edhe kishën, institucionin, por edhe njerëzit në nevojë. Vargu 11 thot: "Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos e urre qortimin e tij." Është e vështirë për disa të pranojnë se Zoti edhe qorton dhe ndëshkon, dhe ne nuk duhet ta keq kuptojmë këtë sikur ndëshkimi dhe qortimi i Zotit vjen se ai na urren, na ka larguar nga vetja. Jo. Ashtu si shikojmë prindrit, të cilët janë të përgjegjshëm, jo vetëm i përkëdhejnë fëmijët, jo vetëm i plotësojnë nevojat, por kur shikojnë që fëmijët e tyre bëjnë vepra të gabuara dhe nuk kuptojnë me fjalë, atëre prindi i mirë pa pasion edhe i qorton fëmijën e vet. Madje në shkrimin e shenjtë na thuhet ai që ja kursen thuprën fëmijës së vet, e urren atë. Pra, domethënë duhet qortuar fëmia. Kështu edhe Perëndia qorton. Dhe qortimi i tij nuk është ndëshkim, nuk është me pasion, por Perëndia lejon që në jetën tonë të vinë gjëra të padëshiruara.
mund të jetë një sëmundje, mund të jetë një fatkeqësi natyrore, mund të jetë një situatë e vështirë, dhe të gjitha këto na krijojnë që ne të vimë në vetëdije. Por asnjëherë kur na qorton Perëndia, ne nuk duhet të sprapsemi dhe nuk duhet të largohemi nga Perëndia si ata fëmijë kapriços që nuk e pranojnë qortimin e fëmijës dhe zgjedhin rrugën që ju duket më e lehtë të largohen nga prindit. Përkundrazi, ne duhet të ulemi sepse qortimi i Perëndis fshe brenda dashurinë e tij të madhe. Siç na thotë dhe një shenjtor që Perëndia në këtë jetë na drejton me shkop derisa të na çojë në parajs. Pastaj thotë na lë të lirë. Dhe qëllimi përfundimtar i Perëndis është për të na disiplinuar jetën tonë dhe që ne të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Vetë Zoti Jezu Krisht mësoi të ishe i bindur, pra nëpërmjet vuajtjeve, na thot apostulli Shën Pavli. Pra, kur biri i Perëndis i përsosuri mësoi nëpërmjet vuajtjes, sa më tepër ne njerëzit mëkatar, rebel, duhet të disiplinohemi dhe kur nuk e bëjmë këtë me dëshirë, atëherë vjen edhe qortimi i Perëndis. Disiplina është një provë dashurie dhe jo zemërimi. Qortimi është një provë birësimi, pra që Zoti na do. Apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Hebrejve na thot: sepse Zoti ndreq ata që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Nëse ju do të adoroni qortimin, Perëndia do të trajtojë si bi, sepse cilin bir nuk e korrigjoni ati, por po të mbetemi të pandrequr, kur të gjithë u bën pjesëtar, atëherë jemi kopila dhe jo bi, pra jemi fëmijë të jashtëligjshëm. Por le të japim edhe një shembull tjetër, një kopshtar krasit hardhit dhe jo gjëmbat. Pra Perëndia qorton atje ku shikon që mund dali një gjë e mirë dhe siç tham, kjo është shprehje e dashurisë Perëndis. Vargu 12 thot: sepse Zoti qorton atë që do si një baba djalin që atij i pëlqen. Pra, edhe ky varg na flet për atë çfarë tham më sipër, se qortimi i Perëndis është si dashuria e atit për fëmin. Vargu 13 thot: lumë njeri që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përfituar arsyen. Njeriu i lumtur është ai që ka gjetur diturinë dhe kujtojmë se dituria që na flet Solomoni është një fshehje, është një simbol për personin e Zotit Krisht. Pra ai që ka gjetur Zotin Krisht, pra ka besuar tek ai dhe i është nështruar vullnetit tij, ai ka fituar arsyen, sepse vetë Zoti është urtësia e dituria e Perëndis dhe vetë apostulli Shën Pavli na thotë ne kemi mendjen e Krishtit. Vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë. Vargu 14 thotë: sepse fitimi i tij është më i mirë se fitimi i argjendit dhe fruti i tij vlen më tepër se ari i kulluar. Dobia e njohjes së Zotit Krisht, pra besimi në atë, është më e madhe se çdo fitim që mund të ketë njeriu nga ari dhe argjendi, që dim që janë dy metale të çmueshme që njerëzit i përdorin si vlerë monetare në marrëdhënie tregtare. Ai njeri që ka gjetur besimin në Zotin Jezu Krisht, ai është më i pasur se të gjithë njerëzit. Dhe vetë Zoti na ka treguar shembulltyrën e atij që gjeti një margaritar në një ar, shiti gjithçka, bleu arën dhe mori margaritarin. Ky margaritar është Zoti Jezu Krisht. Prandaj, ai që ka Zotin i ka të gjitha, sepse i Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. Dhe vargu 15 thot: ai është më e çmuar se perlat dhe mbar gjërat më të këndshme nuk mund të barazohen me të. Pra, është më e çmuar se perlat, një tjetër lloj guri i çmuar, dhe nuk ka një pasuri që është në këtë tokë që mund të barazohet me besimin në Zotin Jezu Krisht. Vargu 16 thot: gjatësia e jetës është në të djathtë të saj, pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Pra, besimi në Zotin Krisht, kjo pasuri e paçmueshme për çdo besimtar, afron nga një krah, nga e djatha, pra jetë të gjatë, dhe jo vetëm jetë të gjatë, po jetë përjetshme, sepse vetë Zoti Krisht, ai që beson në mua, ka jetë të përjetshme, por pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Dhe këtu nuk flasim thjesht për pasuri dhe lavdi toksore, por për pasuri dhe lavdi shpirtërore, ajo që është e përjetshme. Vargu 17 thot: rrugët e saj janë rrugë të kënaqshme dhe në tërë shtigjet e saj mbretëron paqja. Pra, atje ku liq dituria, dhe tham që dituria është Zoti Jezu Krisht, pra atje ku ai drejton, udhëtimi është i kënaqshëm, atje ku ai tregon udhën mbretëron paqja. Dhe tu flasim jo për një paqe të botës, por paqen që vjen nga Zoti, ashtu sikur Zoti Jezu Krisht u ngjall për së vdekush dhe u shfaq midis zëzve, dhe u tha: paqja me ju. Vargu 18 thot: ajo është një dru jetës
për ata që e kapin dhe lum ata që mbajnë fort atje. Pra, dituria është druri i jetës, dhe këtu flasim për Zotin Jezu Krisht, dhe pemët dhe frutat e këtij druri të jetës janë hiret e Shpirtit të Shenjtë. Dhe këtë gjë na e tregon shumë qartë zbulesa, dhe më tregoi një lum me ujë jete që shkëlqente si kristal, që buronte prej fronit perëndis dhe të qingjit, në mes të udhës së qytetit, dhe këndej e andej lumit ishte druri i jetës që jep 12 fruta, duke bërë në çdo muaj frutin e tij, dhe fletët e drurit janë për shërim të kombeve. Dhe po ashtu zbulesa vazhdon dhe thot: lum ata që kryejnë porositë e tij, që të kenë pushtet mbi drurin e jetës me anë të portave të hyjnë në qytet. Vargu 19 thot: me diturinë Zoti krijoi tokën dhe me zgjuarsinë i bëri të qëndrueshëm qiejt. Në këtë varg na përshkruhet dituria e Perëndis në krijim. Pra, na tregohet se si Perëndia me anë të diturisë, dhe thamë që dituria është Zoti Jezu Krisht, ai krijoi tokën dhe i bëri të qëndrueshëm qiejt. Dhe këtë mister të fjalës së urtë të Solomonit na e shtjellon ungjillori Joan në kapitullin e parë të ungjillit. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Kjo ishte një që në fillim me Perëndin, të gjitha u bën me anë të saj, dhe pa atë nuk u bë asgjë që është bërë. Në ata ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Por edhe Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Kolosianëve na thot: sepse me anë të tij u krijuan të gjitha, sa janë në qiejt e sa janë mbi dhe, të dukshme dhe të padukshmet, qoftë frone, qoftë zotrime, qoftë autoritete, qoftë pushtete, të gjitha janë krijuar me anë të tij dhe për atë. Dhe ai është përpara të gjithave, dhe të gjitha me anë të atij qëndrojnë. Dëgjuat komentin e fjalëve të urtë.